Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Tema e radhës, vëllezër, që sjell autori Allahu mëshiroft, thotë fillesat e shirkut, fillesat e të dyja llojeve të shirkut tek arabët pas dërgimit të pejgamberëve, Dhe thot në vazhdim të temës së tij, në këtë mënyrë pra pejgamberët nga Beni Israilët do të pasonin njëri tjetrin. Allahu do t'i dërgonte njëri pas tjetrit. Edhe i fundit nga ky zinxhir ishte El Mesih Isai, biri i Meryemës alayhi salam. Dhe në këtë kohë shirku ishte i përhapur me të dyja llojet e tij, të dyja llojet fillestare, po të kujtojmë të mësimi i kaluar. Hyjnore dhe qellore dhe tokësore. Tokësore ishte qëllimi me të ishte adhurimi i varreve. Po, madhërimi i të vdekurve, egzagjerimi dhe teprimi në madhërimin e të vdekurve, që është i përhapur edhe tek një pjesë e vendeve islame. Madhërimi i varreve, adhurimi i të vdekurve, duaja drejtuar atyre, pretendimi apo besimi se ata kanë në dorë diçka nga jeta e njerëzve, apo Allahu ka dhënë atyre diçka nga pushteti i tij. E gjitha kjo është e njëjtë me shirkun e arabëve në xahilije, por thjesht ndryshojnë personazhet. Por kështu edhe adhurimi i yjeve që filloi në kohën e Ibrahimit alayhi salam dhe më pas u përhap në tokë. Ndërsa thot për sepërtat arabëve, thot ata trashëguan diçka nga feja e babait të tyre Ibrahimit alayhi salam. Dhe pse babai, sepse Ismaili alayhis salam rodhën arabët në tradishin arabik. Por do të shfaqej në këtë kohë Amri bin Luhej al-Khuzai. Amri bin Luhej al-Khuzai, i cili në udhëtimin e tij në Sham do të shihte në Balqa. Balqa është një vend që sot është në qendër të Jordanisë, ku atje populli i asaj zone adhuronin idhuj dhe besonin se këta idhuj ofrojnë dobi dhe të ruajnë nga e keqja. Dhe e mori një adhurim të tillë, e mori edhe dhe tek arabët në Mekë, sepse Amri bin Luhej al-Khuzai ishte si prijes i Mekës. Fillimisht shërbimi ndaj Qabes dhe haxhinve e kanë pasur fisi al-Khuzaa, por do ta merrnin më pas Kurejshët. Dhe ai që do ta merrte ishte gjyshi i katërt i profetit Muhammed alayhis salam, Qusay bin Kulab. Muhamedi, djali i Abdullahu, djali i Abdul Muttalibit, djali Hashim, djali i Abdul Menafit, djali i Qusay dhe Qusay djali i Kulabit. Dhe vazhdo më pas. Do ta merrte sepse do të bëj dhëndër tek Khuzaat. Dhe kur ai vjerri i tij që drejtonte të kujdesin për Qaben dhe për haxhin në atë kohë, ai haxhi që kryen atë kohë, jo domosdoshmërisht si haxhi që kryet sot, i njëjtë. Kur para se të vdiste ja la trashëgim dhëndrit Kusejit. Mirë, kjo gjë si pëlqeu Khuzaave, sepse kush kujdese për Qaben ishte prestigj tek arabët. Kush kujdese për Qaben. Dhe nuk i pëlqeu kjo gjë, refuzuan, të kundërshtuan
dhe u bën gati për luftë. Kusej thiri për ndihmë njerëzit e babait i tij, nga Banu Mudar dhe nga Kenanet e të tjerë që e ndihmuan, dhe kanë qenë Qudaa gjithashtu, Qudaa e ndihmuan. Pas disa betejave të përgjithshme, zgjodhen që të bëjnë një marrëveshje, të gjykonte dikush midis tyre, se kujt duhet i takonte përkujdesja, shërbimi ndaj Ka'bes, mbajtja e çelësit të saj dhe çështjet e haxhinëve. Dhe ai gjykoi që t'i mbetet Kusejt, që ishte nga Kurejshët. Dhe që nga ai kohë, Kurejshët do të ishin ata të cilët do të merreshin me kujdesin ndaj Ka'bes, çështjet e haxhinëve dhe do të fitonin prestigj të madh, jo vetëm në Mekë, por edhe tek tërë arabët. Dhe Amr bin Luhay al-Khuzai është ai për cili ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, raitu Amra ibn Luhay, Amra bin Amir al-Khuzai yajurru qusbahu fi an-nar, kana awwala man sayyaba ash-shawaib. E kam parë Amri bin Amir al-Khuzaiun të tërheq, të marrë zvarr zorët e tij në zjarr. Pra barku i tij shqyr, zorët e dala dhe i ecën, po qëndron aty duke tërhequr zorët e tij brenda në zjarr. Pra nuk mjafton thjesht në zjarr, Allahu na ruaj, por edhe me një trup të shqyr me organe të nxjerra jashtë. Sepse ai është i pari i cili sayyaba ash-shawaib. Kuptimi me të është disa rregulla që vendosi ai për në lidhje me kafshët që u ofroheshin idhujve. Kështu dhe nuk ngarkoj, për shembull, ka pas për deveve, për kafshët të cilët u ndalohej mieli atyre për idhujt. Dhe askush nuk lejoi që t'i milte ato devet. Kjo caktohej për idhujt dhe askush nuk lejoi që t'i milte to deve. Gjithashtu ka qenë edhe lloj tjetër kur deveja e re, pra që ishte femër, linte për herë të parë femër dhe pastaj përsëri femër, e caktonin për idhujt dhe e quanin wasila. Ndërsa një lloj tjetër rregulli që vendosi ai ishte ai që quhet el-hami. Dhe kjo ishte deveja mashkull e cila fekondonte 10 deve. Dhe kur bënte këtë gjë, ata kur përfundonte për këtë gjë, e shpallnin për idhujt dhe e ndalonin ngarkimin e saj me diçka, pra që shpina e saj të rrinte gjithmonë e pa ngarkuar, nuk lejohej ta shfrytëzohej sepse ishte caktuar për idhujt. Dhe kjo forma që vendosi Amri bin Amir al-Khuzai, bin Luhay al-Khuzai, si adhurime për idhujt, me anë të këtyre kafshëve. I përmendet dhe Allahu subhanahu wa taala në disa ajete kuranore, këto rregulla që vendosura nga idhujtarët. Në këtë mënyrë, thot më pas autori, Allahu mëshiroftë, të arabët do të fillonin të adhuronin edhe ata idhuj, ku më i vjetri për tyre është Mena, dhe i cili adhurojnë ndërmjet Mekkes dhe Medines, pas ti Lati, i cili ka qenë në Taif dhe ka qenë në formë shkëmbi. Nga transmetimet e ndryshme që vijnë tregohet se Lati ka qenë një njeri, burr, i cili qëndronte ulur te ky shkëmb dhe i shiste haxhinëve një lloj ushqimi, miell të përzier, e diçka. Dhe kur vdiq, Amri bin Luhay tha, nuk ka vdekur, tha, por ka hyrë brenda në shkëmb. Dhe filluan të adhurojnë këtë shkëmb. Po, idhujtaria ashtu është ignorancë.
Pse idhujtaria e krishterëve, çfarë është? Idhujtaria e Bertashinjve, çfarë është? Kulmi i ignorancës, a kupton? Sado ata të jetojnë apo idhtarët e tyre janë në një përkrahësën një qytetërimi që ka arritur maja në teknologji, të zhvillim nuk e kanë rrjedhojë e fesë së tyre, nga pranë kontributi që ka dhënë feja atyre, por prapë mbeten ignorant. Dhe gjithashtu el-Uzza në këtë mënyrë thotë autori do të shtoheshin idhujt në tradicionin arabik, pra përveç këtyre tre idhujve të mëdhenj, më të njohur që i përmend Allahu dhe në Kur'an, do të shtoheshin idhujt dhe çdo fis arab tani do të fillonte të kishte idhullin e tij të veçantë. Rëzën adhuronin Kurejshët, dhe kur kishin luftra e merrnin me vete, se pretendonin se kjo gjë do t'i sillte atyre fitore. Idhuj të ndryshëm, çdo fis do të kishte idhullin e tij nga pemba, nga guri, nga hurmat apo nga materiale të tjera, duke ushtuar aq shumë sa që rreth Qabes do të shfaqeshin dhe do të vendoseshin 360 idhuj. Pra në shpinën e Rahmanit që ndërtoi Ibrahimi, i dashuri i Rahmanit, me djalin Ismailin alayhis salam për madhërimin e Allahut, shiku si rodhi historia dhe ku përfunduan arabët. Pra lan fenë e Ismailit alayhis salam dhe përfunduan në këtë lloj shirku. Jo vetëm kaq sot, por çdo lagje apo çdo grup shtëpiash do të kishte idhullin e tij. Subhanallahu. Dhe mos pyet thotë për përhapjen e idhujve, për adhurimin e zjarrit, yjeve, tek persët, mexhusët, sabiet dhe ummetet e tjera. Për tyre kishte që adhuronin ujin, për tyre kishte që adhuronin kafshët dhe për tyre që adhuronin melajket. Dhe pati për tyre që pretendonin se krijuesit e botës janë dy, dhe ta janë dualistët, që thonë se bota rrodhi nga dy krijues, nga drita dhe errësira. Dhe me dritën qëllimi është hajri dhe është diçka që është e lavdëruar, kurse me errësirën është sherri. Dhe thonë që është diçka që është e përçmuar. Dhe pastaj kanë kundërshti apo mendime të ndryshme midis tyre se kush është e para, errësira apo drita. Dhe thot autori më pas, dhe për të gjithë këta grupe, sabiet, dehrijet janë ata që nuk besojnë tek Allahu Azza wa Jall, nuk besojnë tek ringjallja, tek shpërblimi pas jetës tjetër, tek pejgamberët, tek shpalljet. Siç i përmend Allahu në Kur'an, o qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dhe ata thanë, nuk ka jetë tjetër përveç jetës tonë. Vdesim dhe jetojmë dhe nuk na shkatron gjë përveç kohës, pra kohës që kalon. Kto quhen dehrije. Dehrije nga kanë preardhje nga termi dahr, që ka për qëllim kohën, kuptimin e kohës. Pra ngjajnë shumë me ateistët. Filozofët dhe dihet filozofët. Filozofia e ndërtuar dhe bazuar në idhujtari. El-mulahida, ateistët, grupet të cilat i ka shtjelluar Ibn Qayyim, Allah më shiroft, dhe ka folur për medhebet, drejtimet, orientimet e tyre, metodologjitë e tyre, pra dhe adhurimet e tyre në librin Ighathatul Lahafan. Inshallah po pata kohë do i kthejmë te libri. Inshallah është nga ato libra që nuk më kanë humbë, se kur solla librat atëherë më humbën ja 4 kutia, nuk më sollën gjitha me kargo. Edhe po nuk e kuptova për herë. Vonë kur kërkoja për të libër, i sigurt që isha blesë se gjija. Kërkoja për tjetrin, i sigurt që isha blesë se gjija. Atëherë ndoni që gati 4 kutia më kishin humbë. Dhe inshallah kam këtë libër,
dhe do t'i kthehim për të cilë diçka nga fjalë Ibn Qayyimit, Allahu më shëroft në lidhje me këto rryma dhe me këto grupe. Elusim Allahun subhanahu wa taala, na japi neve qëndrueshmëri në fenë e tij, na japi neve sukses që subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.